Kështu që gjithçka që është krijuar, ata protestues duhen falenderuar me shpirt, se kanë bërë me shumë sakrificë. Është protesta më e madhe në tradicionin shqiptar që bëhet nga të rinj, që bëhet nga prindër që kanë fëmijë të vegjël, që i marrin me vete, që tregojnë se po protestojnë për të ardhmen e tyre, për atë vim fëmijët, dhe nuk protestojnë thjesht dhe vetëm për një gazë. Akoma më turpshme është ajo që u krijua se shqiptarët nuk duan investimet amerikane. Në Shqipëri, historikisht, në shënjënjoje, për mbështetjen që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë që në 1919, krijimin e shtetit shqiptar, kur europianët deshta ndanin midis vendeve të tjera, minjoja jonë është maksimale. Dhe njëkohësisht edhe integrimi në NATO, antarësia në NATO që jep siguri. Pra, në momentet kritike, trenin e ngecur të Bashkimit Evropian nga grindet e brendshme e ka tërhequr Ballkanin perëndimor lokomotiva amerikane për antarësimet në NATO dhe për perspektimin e antarësimit të BE. Kështu që nuk ka pse të ketë një ndjesi anti-amerikane. Por nuk ka nga ana tjetër se qeveria të gjithë investimet që po sjell në Shqipëri nga çdo vend, i bëj vetëm duke u dhënë statusin e investitorëve strategjik dhe u jep këtë përjashtime nga taksat e shqiptarëve, por ata regjistrohen në offshore, që ne i themi janë parajsa fiskale, ku krijohet jo evazion fiskal që është i ligjshëm.